Një djalë nga Malësia që mbriti në Amerikë me ëndra, frikë dhe sakrificë. Ai sot është doktor shkencash, autor librash dhe një zë aktiv në komunitetin shqiptar në SBA. Mbet fjalë për doktor Pashko Camaj, i cili do të ndajë me ne historinë e jetës së vet si emigrant, si një profesionist në karrierë, por edhe autor librash siç e përmendëm pak më parë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, kënaqësi të jam në studion tuaj, Antela Mrekulli. Kënaqësi të jam me ju. Doktor, cili është Pashko Camaj për të gjithë ata audiencë që po na ndjek sonte? Pyetje shumë me vend sepse shpeshherë më pyesin pse kam shkruar librin e parë. Dhe kam shkruar për t'u tregoj fëmijëve se kush është pikërisht, kush jam unë Pashko Camaj. Dhe ajo pyetje është një pyetje që nuk ka një përgjigje të thjeshtë natyrisht, por unë jam ai djalë që kam marrë djalosh i ri 20 vjeçar me motrën time përmes kufirit meksikan, jugor, në mënyrë ilegale. Kom pas një jetë atje, një ëndra në vendin tim, në malësinë time. Por si të rinë, në saj kohë, në u bush menja të vim në Amerikë, me motrën time Binjak e dritën, dhe trokitëm në dyrët e Amerikës, brenda në bagazh të një veture amerikane, dhe ashtu hymë në Amerikë, dhe ashtu filloi jeta jonë në mënyrë ilegale, në atërsh klandestine, hymë në Amerikë, dhe jetën e ka pru këtu nga angazhime, sakrifica, punë, përkushtime, gjitha, por disesi në gjithë këtë rrugtimin tim kom ndje vetin se kom pas një udhëzim nga dikush tjetër, dikush lartë që më ka udhëzuar, sepse kur kthehem i shikoj gjërat që kom arrit, ku jam, ka jem duke dhe pa mundur ta kisha realizohen se unë vetë shpesher të pyes vetën ku kam unë këtë të drejtë një njeri prej një periferie shqiptarisë atje një botë të vogël të arri në këto që të më kërkojnë njerëzit të më marrin në televizor në intervistë që më morët ju, dhe më thanë është një ëndër për mua dhe nuk e di dikush është dashme më drejtua me kënë këtu. U mundove që ta përmbledhë shumë shkurt të gjithë prezantimin tënd, por unë duaj që të ndalem hap pas hapi. Edhe fillimisht duaj që të ndaj me gjithë audiencën që ju jeni nga Malësia e Malit të Zi. Sa ka ndikuar kjo në formimin tuaj, familja edhe tradita që keni patur në Malin e Zi, në formimin tuaj si individ që jeni sot? Unë kom marrë në moshën 20 vjeçare, dhe më thanë jam krijuar, kom pas një jetë për një 20 vjeçar, kom pas një eksperiencë mjaft të madhe për atë kohë. Dhe të gjithë jetët e mia dhe jetën time jam unuar dhe me kanë prirë ai organizimi i jetës atje, mënyra e sistemi që kem patur atje, por mbi gjitha më ka kushtëzuar e kaluara. Gjithmonë edhe sot, kur baj diçka, mundohem që ta baj në pëlqim me ata do t'i pëlqente babit tim, do t'i pëlqente asaj tradit me cilën jem lerrit, duke u adaptuar natyrisht jetës amerikane, botës moderne, por gjithmonë duke pas parasysh se kush jam, ku i kam trungu, ku kam rranjet dhe kush është babi im. Se kur mos të baj diçka që t'ja uli emrin, mos t'ja zhys faqe fytyrën. Dhe kjo ka qenë një prirje ime jetësore. Shpesh në rrëfimet tuaja ju përmendni kullën. Çfarë simbolizon kulla shqiptare për ju? Po, kulla për ne shqiptarët është një gjë e madhe natyrisht, por shtëpia ime ose shtëpia ose kulla ime ka mund të qenë edhe një kasoll, një shtëpi e vogël, që në fakt ishte, por ajo është më tepër simbolika e një kulle shpirtërore, që në lidh me trullin, me tokën, me të kaluarën, me trashëgimin tonë, që unë përshkruaj në librin tim jetën tonë aty në një fshat ku 5, 16, 17 gjenerata përmejt ka jetuar pikërisht në ato rrethana, në ato kulla, unë e quaj kull, por nuk është kull e stilit kullave që janë me gure. Kemi mësuar në botë që të shohim, por ne kishim kullën si simbol më shumë. Simbol, po, dhe me thënë shumë modeste nga ndërtimtaria e saj, por ishte kull sepse çka përfaqësonte ajo. Një gjë tjetër që kam hasur në rrëfimet tuaja është edhe fakti që prekni historinë tragjike të gjyshit tuaj, i cili është vrarë nga komunistët jugoslav. Sa ka ndikuar kjo në botë kuptimin tuaj edhe në mënyrën pastaj se si ju keni vijuar jetën tuaj?
Është shumë interesant kjo sepse unë duke ndjekur shkollën fillore në Maltezi, në atë kohë si fëmijë më kujtohet debati me fëmijë në shkollë në klasën e 5 ose 6 fillore, sepse kishim mësuar për diçka për tralltarët, për ata që e kishin shërbyer kombit ose ata që ishin për dhe me bindën mua se gjyshi ime kishte merituar ta vrisnin sepse ishte kundër sistemit komunist. Në atë kohë, domethënë aq absurditet që të bajnë ta besosh që gjyshin, vrasja e gjyshit në shtëpitë e vet, në kullën e vet, sepse nuk ishte dakord me komunizmin. Sistemi është më shumë, donte të ishte mbret në shtëpinë e vet. Dhe e vrasin, e pushkatojnë, e marrin nga shtëpia. Dhe këtu lidhet ajo, por edhe emri i librit Porosia e kullës vjen nga ajo porosia e tij atë moment kur vjen me vra dhe pushkatua komunistët jugoslav. Por me kohë, duke parë realitetin, duke mësuar se është një gjatë që të lënë nuk mund të ngjesh frym duke di se ata njerëz të cilët sot i kemi që ta vrasin gjyshin në shtëpi, ta marrin, ta pushkatojnë pa asnjë gjyq, pa asnjë proces përdjekës, vetëm se ishte duke donte sistemin komunist në atë kohë. Një gjatë thjesht, po i kushton jetën atij dhe ne jemi rrit me atë breng të asaj, e di prej babet tim, ku mësua sepse ai diçka më e vështirë në disa gjëra që i shkruaj në libër për babin tim, ndoshta do flasim më vonë pak. Një breng e madhe është sepse babin e tij ose gjyshin tim e marrin nga shtëpia dhe pushkatojnë dhe baba im me 3 vllazën vet nuk mund ta mbrojnë, sepse s'mund t'i bëjnë luftë një shteti. Ashtu që ishte edhe kërkesa e gjyshit që mos bëni rezistencë, dorëzohem, unë duhet të shkoj se duhet që kulla të jetojë, sepse nëse vritemi ne, kulla ndalon. Kulla do të rrit trima, do të rrit burra, gra, familjar, ata do të na masakronin gjithë familjen të bëjë rezistencë. Pra, në gjithë jetën tuaj e keni patur si një mesazh ose si një mënyrë që gjithmonë të kthente pas në çdo vendim që ke dashur që të marrësh, pra duke paranën pozitive të kësaj, se një ngjarje vetë është tragjike, por mesazhi që ka dhënë që prisni se duhet të rritet kulla, mos bëni rezistencë, ndoshta kjo edhe të ka frymëzuar më pas që të shikosh se si të rritesh ose të nxjerrësh anën pozitive nga çdo gjë e keqe që mund t'i ndodhë njeriut. Që ta mbajsh kullën dhe ta ngritësh kullën. Unë me librin tim Modest i kam ngrit atë kullë të gjyshit dhe babës. Pikërisht edhe ka dhe emrin Porosia e kullës, sepse kullat, prapë e folim më parë, është jo një kull guri, por simbolike në shpirtin tonë, në jetën tonë. Dhe këto kulla nëse rënohen, jo vetëm ato fizike, por edhe ato shpirtin, lidhen që kemi me të kaluarën tonë, me historinë tonë, nuk kanë vlerë. Dhe ne duhet të ruajmë atë lidhjen me kullat tona shpirtërore, me të kaluarën tonë, me babat, me gjyshët, me ata të cilët vuonin me shekuj, me ruaj atë trull në atë vend ashtu si ishte. Dhe kjo është ajo relacioni, se lidhja ime shpirtërore me ato kulla, me babët, me ballarët tanë që ishin aty. Çfarë është diçka që ju ka ngelur në mendje nga fëmijëria jote, pra një kujtim i fortë, qoftë i gëzuar, qoftë i hidhur, por që të ka shënjuar në jetë? Janë shumë raste, unë në fakt në mënyrë pak si kronologjike i përshkruaj por nata që më ka vdek babai, për shembull, kam pas shumë tragjike se e kam përjetuar. Ashtë një moment i thjesht kur na i shesin delet, mua motrës, ata një gjana aq ekstreme. Ne dornim delet unë e motra dhe na i shiti babai se u detyruan nga gjendja ekonomike. Dhe ishte një ditë tragjike për mua motrën time binjake, si na i morën delet. Një ditë peshkatimi me vllahun në liçen Shkodrës. Ne shikonim, ne jemi anën tjetër të liçenit të Shkodrës dhe shpeshherë delim në ato kodra, thonë Mali i Burgut, që është në pjesën ku jemi ne në Maltezi. Dhe shikonim atë nga Shqipëria me një farë dashunie që nuk dishim me sqaruar pse. Ne kishim lidhje familjare, po ishte krejtë izoluar. Dhe
shikoshim me i farë sikurse diçka, sikurse i shikon hanën nga largësia, vetëm e admiron nga larg, por nuk mund të shkosh në hanë. Edhe Shqipërinë e shihnim aty, po thuaj mund të preknim me dorë, por nuk guxonim të kalonim. Ishte një njëjta gjë edhe për ata, guxonin të kalonin në anën tonë. Dhe domethënë janë shumë gjëra të cilat mesin lanë gjurmë në jetën e një njeriu duke u rritur, dhe besoj që lexuesit kur të marrin librin kanë me kuptua ku janë dhe si janë këto pika të rëndësishme. Do shkojmë edhe tek libri, por unë duaj që të zbuloj pak nga pak, edhe prandaj po të bëj pyetje që të zbuloj pak nga karakteri. Jo, nuk ka problem. Tani dua të ndalem, edhe pse prek e pak, dua të ndalem në vendimin që more në moshën 20 vjeç bashkë me motrën tënde për të emigruar drejt SBA-s. Si erdhi ky vendim? Po, ky është një vendim që nuk e ku marr një ditë. Domethënë është ardhur një farë në fazat e ndryshme, duke unë në vendlindjen time, Malsi, në atë kohë pjesë e ish Jugosllavisë, kisha mendim që do të kam një të ardhmen, do të jem pjesë atij vendit, atij shtetit, do të angazhohem, studioj, punoj, kisha ato ndrimet e mia, sikurse çdo i ri. Dhe ishte krejt normale të kisha ato mendime. Por ndodhi dy gjëra, u duhej në atë kohë për të përfunduar ushtrinë, shërbimin ushtar kishte mandator, detyrueshme, dhe para se të fillosh studimet shkollore në universitare, dhe unë shkova në ushtri. Dy gjëra ndodhen, një së pari se më prunën në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, se ishte një dështim total. Nuk ka se ishte faji tyre, por ishin shumë kandidatë, 3-4.000 studenta për 200 vende. Do ishte da të jetë një kvotë për një malësor të aprenorin në Kosovë në atër, po ajo different story, dhe të flasi për një temë tjetër. Nësë me prunë dhe ishte një dështim. Pastaj kur shkova në ushtri, aty mu hapën sytë se si kë vend që unë doja të ishte vendim, duhet a i së të donë të ty. Ishte diçka interesante që e kuptova shumë qartë, se si shqiptar në atë kohë duhet ndrosh, duhet të duhesh atë, a i ty edhe pse së të donë në rregull, por ti duhet të dosh atë, duhet të ngritsh në qiell ata që ishte slave, shqiptare ishte duhet të ngull, të shikosh me një farë në vlerësim, urrejtje, ose më fort duhet të adaptohesh sipas nevojave, kërkesave tyre. Dhe aty fillova me pas se ky vend nuk tek është aq edhe i mirë për ne. Dhe duke kreva ushtrinë, ktheva mrapa, pa punë, në fakultet me pranuan, 20 vjeçar, që ma 20 vjeçari, Amerika ndëgjohej për Amerikën, flitej, kisha edhe një motrë, një vlla këtu. Një ditë vendosëm me ato mundësit tona, murëm borgjë pare, mes për kontaktet që kishim familjare, marrë në Amerikë. Dhe erdhëm me viza false. Ishin vizat e në atë kohë, 85 të nashtë, 4 dekada. Dhe erdhëm, kaluame në Meksik me vizë, i kishim ble ati në Beograd. Këtu na i trego pak vështirësitë e udhëtimit. Pra, çfarë ju është dashur që të bëni, çfarë vështirësish keni kaluar për të shkuar në tokën e premtuar, siç e quanim Amerikën diku? Ne, me thënë vërtetën, një vit përpara më pastan dikush se do me shkuar në Amerikë, s'më kishte shku kur ndërmend, se kisha atë ide, isha i fokusuar në shkolla atje, dhe vazhdo jetën atje, po ndryshuan gjana shumë shpejt. Dhe kur erdhem në murëm ndërtërisht me angazhimin e familjes, se ishte duheshin lek në atë kohë, duhe me i marrë borgjë, sepse i merrnim me i pagu kur vim në Amerikë. Duhe me pagua avionat, ato falsifikimit e dokumentave që banin ato njerëzit. Dhe ne erdhëm në Mexico City përmes një lidhje përmes Beogradit, Amsterdamit, Houston, Texas, pastaj në Meksik, ashtu ishte lidhe. Dhe shpesher ku më thonë, pëse s'na lanë aty në Houston me dalë, pas ishim në Amerikë, pas në lanë me dalë jashtë natyrisht. Dhe kur ardhëm në Mexico City, aty prapë pritëm 2-3 ditë ato lidhe që ishin në atë kohë, jo nga ne, por ishin që ishin paguar njerëzit, që merren për atë punë, me atë punë. Në dërguar në një qytet afër kufinit me Meksikën, kufiri jugor, më thanë me në qytet Tijuana, që shumë shqiptarë besoj veçantia tjenë Amerika kanë dëgjuar emrin. Dhe aty
sillën vërdall 2-3 ditë deri që na vun kontaktet. Dhe një ditë në mëngjes, në thot, mas dite, në fakt, ka qenë, në flisni mas anglisht, as spanisht, as motra Drita Binjaki flisë dhe pak frenzisht dhe një mod të pak aty këtu, por vetëm në vunë në një garazh të një shtëpie ku qëndrojmë në basement, dhe në banë me shaja që me hynë bagazh. Në shikoj ku me hynë që me bana. Me thonë, ata në gjuhën e tyre spanjole, që do të me hi këtu në makinë dhe me farë, me ftyrë që mos u lollë, një ashtë të pak shkurt, kur 20 vjeçar, kur gjas fërgon. Dhe kem hy në bagazh të veturës. Të dy, motra ime, hini dhe kem pallë një shok me veti, një bashkëvendas, moshatari juni dhe unë. Unë hina maj fundi se kisha të merë atë klaustrofobin dhe se dhe kam. Dhe nuk e di, ndoshta dikush duket si histori filmash. Nuk e di dhe se dikush prej këtyre që ndjekin programin tuaj ka qenë ndonjëherë mbyllur në bagazh të veturës është merr. Sa zgjati udhëtimi? Udhëtimi nuk ka qenë tepër me gjitha parafërsisht një gjysmë ore, sepse është me kaluar ndoshta 40 minuta, por mua më duk një shekull e gjatë. Mbyllur në bagazh sepse nuk ishte vetëm ajo, por nuk kishte asnjë sqarim, nuk dinim. Fillon frika, i përshkruaj këto në libër. Fillon frika në atë moment sepse ata nuk na sqarojnë, ose edhe nëse sqarojnë, nëse marrin vesh, dhe nuk e dim tash fillon ajo what if, çka nëse ndodh kjo. Për shembull, kishim pa mjaft filma që me di se nëse i përndjek dikush e gjojnë veturën me gjithë njerëz dikun ndetja, dikun vesh me 3 gjurmë. Dhe ato edhe unë nuk të merrova, po gjithmonë Drita, motra ajo, më shtërgojë dhe thotë, kur s'kisha mujë me kalua pata, se ish frika. Sa e vështirë ishte për ju që të linit gjithçka pas të linit familjen? Vazhdo. Pak motra. Vazhdo lejër. Sa e vështirë ishte për ju që të linit gjithçka pas të linit familjen, a kishit merak për kë mbeti pas, se si do shkonin gjërat? Po, unë, me qenë sinqert, është se kur ke ardhë dhe nuk e kishim të qartë sa a dum me ardhë në Amerikë për gjithmonë, por në atë kohë si një moshatari imi, 20 vjeçar, isha dhe knaqër të punoj një vit a dy me fituat sa lekë dhe mu këtë mrapa me i blen një golf, ose një makina tjerë, edhe me kanë gjithçka bota në regull. Dhe lajo ishte një farë mundësie me jetu 2-3 vjetë me punua me ban pak para dhe mu këtë mrapa. Por Amerika ka një, ndoshta edhe Kanada e njajtë në gjamë, besoj, ka një magnet që kur futesh tu ashtirë të kthesh përsëri mrapa, sistemi dhe gjitha këto, se është interesant, ne kemi ardhur në Amerikë në të diele, mas dite, dhe të hanën në nesër në 6 ora kam qenë të shkon punë. Të thonë, as pata kohë as dhja ku ashtë asi, as nuk ishte në Michigan në atë kohë, dhe ishte në fund shtatorit pak si vjesht grej, si që është Michigani, me mjegull e shije, pak ftofte, pak atësar dhe isha, nuk ishte një farë si Twilight Zone për mua, nuk e di, a jam në realitet, a jam andrë, dhe ka marrë një kohë dherë që kom kuptua se në vërtet jam në Amerikë, se nuk e di as ku jam. Ashtu e kisha. Ju pritën vëllezërit që kishit? Kisha vllaun e motrën këtu, në fakt e motra, sepse ai ishte ma herët në Amerikë me burrin, dhe ishin ma të sistemuar, dhe burri saj në siguroj një punë, ishte me lyë, me boj, me furç, puna e parë. Si shkoj puna e parë? Unë as dija si kapet furça, dhe s'kisha si ide, por a ishte puna e parë, dhe kom punua mjaft mirë, se e kisha të prirjen për artë, duket, dhe më mësova mjaft mirë, dhe bile dokumentoj edhe në libër këtë pagesa e parë kur më ka dhënë shefi që as nuk e njihja, sepse unë isha një punëtori vogël, rëndom që vetëm kisha ardhur aty, i thjesht. Unë kisha pa atë figurë ka ecë sasaj, por nuk dija se kush është bosi. Ishte aq i madh. Me origjinë natyrisht shqiptar, por kishte një kompani të madhe në atë kohë. Dhe kur më thirrin, më thotë miku Kola, burri motrës, thotë pashka të shkojmë, të njohësh bosin se edhe do të paguash, se ishin 3 javë. Kur shkova, thotë më pak njëri kësaj, po s'ku di se kjo është bosi. Dhe thotë kur
ku hinë punë që të dish, të dinë dhe shiku si tuaj si një ma fort respekt ndaj, se kisha mendim se këta bosat kapitalistët janë të pangopur, se kisha i farë ideje që janë njerës vetëm që të atë pinë gjakun. Ashtu kishim fituat botë kuptimin nga ne nga vishim. Dhe ai bosi, një farë zefit në Michigan, mulli me nejmë, bisedu me pak e më pyetje, thatë kumë për cilë ka punon, tha pak ma përshkon, ma shkon mallin tim kur kam qenë moshën të andë, se kom ardhi rije tjera, por më tha i ku pas thanë kollës, e ashtu më kishtë të dhe mua, se roga jote dhe jetë $5 në orë. Që ishte një numër prapë në atë kohë, ishte e mirë. Por thatë kom ndjek ka punon, dhe i kom pasë se nuk ndale dhe i ke jo 5, për ke $8 orën. Për tha ishte në teltët 5 të nishën pare, mjaftë goxha të mëla. Dhe rroga e pare imja ka qenë $8 në orë, dhe i kisha punoj 50-60 orë për 3 javët e para, sepse punuam shumë. Dhe kur i pash atë me numër, dhe në moment i regjistrova se sa para janë atje, unë isha milioner. Pak shaka, por ishte një gjë interesante, se dhe më thënë, 16 ditët e para në Amerikë, këm pas punë pa asë një ditë pushim. Dhe the, këtu të marrë nga në shpirt. Dhe s'kom dalio punën kur. Në librin tuaj flisni për ndjenjen e fajit që shoqëron emigrantin. Ju a keni vojtur vetë nga kjo breng e emigrimit? Në 2 libra, kam fajin si një farë thelbi. Ndoshta ajo se unë jam praktikant i fesë katolike dhe kem një urat që thot për fajin tim, për ma të mallin gjithmonë, për fajin, dhe më tha shikon pasyr çfarë fajit ban ti para se të gjykosh tjerët. Dhe unë e shoh këtë si jo faj ndaj asaj për mua. Disa më pyesin a ke gabuar që ka ardhur në Amerikë, sepse mendojnë se për ata kam shkruar librin. Nuk ka libra as pak për fajin, a kam gabuar, a s'kam gabuar. E ka për fajin që ndjej ndaj asaj që kam lanë. E kam për fajin që kullat tona, kulla ime, me ardhen time ajo ndalon aty. Tash jam amerikan, fëmija mi janë amerikan, ose kanades në rastin tuaj këtu. Ashtu që ajo e kom kërkuar një përgjigje në libër me pyetjen që bajnë nëse kom ba faj ndaj tyre. Mkat, në sens biblik. Fati i mirë është se në Bibël e kom zgjedh një tekst që thot Abrahami u thot njerëzve nuk është mkat me lanë tokën e vetëm me shku një tokë 3. Dhe filloj librin me atë quote të Abrahamit, sepse duam ja sqarua vetit, ndoshta bile shpesh herë kur flasim me njerëz që larguan dhe thonë ose normali për vendlinje ose ndoshta e bajnë me qëllim sepse duan me ja bë vetes më të lehtë ikjen. Dhe ikën largimin, se s'kem ik nga lufta. Por një vetin përgjegjës ndaj këtyre gjeneratave që i kem lanë. Dhe më shdash disa herë mu lyp falje. Dhe me librin tim u kërkoj falje atyre. Kjo ishte për gjeneratën që kemi lënë atje. Po, për ata. Por për gjeneratën e re, pra për gjithë brezat e rinj që e shohim emigrimin si mundësinë e vetme të tyre, çfarë doje t'u thoshe sot? Shikoj, bota është village, a fshat, dhe ka ndryshuar shumë në 40-50 vitet e fundit, ndoshta më shumë se në gjithë historinë e vet. Dhe unë besoj që largimi është pjesë normale, largimi njerëzit shkojnë për arsye të ndryshme, për arsye ekonomike, politike, shoqërore, për realizimin e ëndrave, gjitha këto. Por unë mendoj se largimi nuk do të thotë se duhet të largohesh nga orizina, do të shkëputesh nga rrënjët dhe duhet ta kesh një obligim që të jepsh sa do pak në atë drejtim, që të ruash lidhjen me të kaluarën, jo vetëm për veten, por se ta kalosh edhe gjeneratave që vijnë dhe pikërisht këto mundohem të bëjmë se të lajmë një shej për jo për vetëm për veten tonë, por të lëmë një shej për ata që të dimë kush jemi. Në Amerikë ose në Kanada është me rëndësi që ata që vinë pas nesh, në minimum ne kjo gjenerat t'ja mundsojmë që ta dinë kush janë, ku e kanë trungun, kush është gjyshi, kush është baba. Jo në vetëm familja t'ju, po të dinë një histori të atij vendit
Ndoshta nesër këta njerëz që integrohen në këtë vend, në këto vendet tona të mrekullueshme, në minimum ta shikojnë me dashuri të jashtëzakonshme vendin e vet. Nesër të bëhet premieri Kanadas në shqiptar, pse jo, dhe ta ketë dashurinë e jashtëzakonshme për kombin e për popullin e vet. Dua të ndalem pak sepse ti përmende momentet e para në Amerikë, si një djalë 20 vjeçar që tu dëshi të punoje duke lyer me atë pagesën $8 që u duke milioner, por kjo nuk është rrugtimi jot. Ky është vetëm fillimi. Nga një i ri, ti ke arritur dhe ke mbaruar një doktoraturë në shëndetin publik. Na trego pak cili ka qenë rrugtimi juaj akademik. Jam përsëri ndoshta disa dhe kanë me ndëgjuar për 10 herë, por rrugtimi im që ka qenë, domethënë kur ke marrë në Amerikë, përqendrimi im ka qenë për të siguruar gjendjen ekonomike, sikurse gjithë që vinë, duhet të punosh, duhet të vendosësh, të integrohesh, dhe ëndrrën e kisha gjithmonë të ndjeki shkollën, por unë u martova i ri, fëmijët erdhen dhe ajo ëndra e vazhdimit ndjekjes së shkollës fillon me u largu sepse mendoja se është e pamundur kur të fillosh familjen të merresh me këto në këtë vend. Ashtu ishte bot kuptimi ynë atje, se kur martohesh ke familje, s'ka më shka me vonë shkollë njëri. Por ky vend është i jashtëzakonshëm, veçantë Amerika është një vend i ëndrave dhe unë fakultetin në semestrin e parë kam filluar në moshën 28 vjeçare. Semestri i parë, kur shkova në semestrin e parë ishin ata studenta që ishin në 18-19 vjeçar, që filloshin semestrin e parë në fakultet, unë isha duke si dhe s'kom ndaluar. Përfunduar në afat 4 vjeçarën e parë, kam vazhduar për master, gjithnjë tu punuar të mbajt familjen me gjitha këto aktivitetet e mia. Dhe pastaj, kur kam marrë master, jam punësuar në lamin time, në profesionin tim që kisha studiuar dhe aty u integrova në një firmë të shtetit të New Yorkut, ku kam punuar për 26 vite, kam përfunduar si drejtor i lartë për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve të transportit të publik të New Yorkut, që kem 60.000 punëtorë. Dhe nga ajo pozicion jam pensionuar. Dhe gjatë kohës, viteve 2000-2004 fillova të interesohem për fazën e fundit dhe jam regjistruar në Fakultetin Columbia për drejtimin e shkencave të shëndetit publik, doktor shkencash, të cilën me kënaqësi më të madhe mund të them se temën e kam zhvilluar në vendlindje, jo në vendlindjen time natyrisht, por gjithë bota shqiptare për mua është vendlindje, dhe kem bërë një studim të mrekullueshëm me Universitetin Columbia në Kosovë. Gjithsesi aty ku s'më pranuan në Fakultetin e Mjekësisë disa dekada më parë. Do kthyehem aty jo si triumfant, po me modesti, me respekt jashtëzakonshëm. U kthyehem bashkë me studiues të Universitetit Columbia dhe kem bërë analizat të efektit të plumbit, nga ndotja e plumbit në Trepç, nga vinjerët e Trepçës në Mitrovic, dhe analizat kanë pas një qasje jashtëzakonisht të mirë në shkencë, në lamin e epidemiologjisë, bile janë shpeshherë referohen si referat, si punim i mirë, me plana të mira, me informacione të mira, me informacione shkencore që kanë shërbyer, dhe ato kam arrit me mbrojtje temën me pikërisht me atë, do të thonë, një farë kompletimi i rrethit. Ëndrat i kisha të doktoroja në Kosovë, nuk më realizua, erdha në Amerikë dhe e mbroj temën doktor shkencash në Columbia University me temë zhvilluar në Kosovë, më thanë një farë satisfakcioni. Sa vështirë ishte, ose dhe lehtë ka qenë që të balancoje studimet, punën, familjen, jetën personale në këtë periudhë? E ceka pak më parë, me thënë, nuk është e lehtë, por kur e shikon mbrapa, thua është e lehtë, por Doja më shumë ta bëra këtë pyetje për të parë, a ka qenë familja aty bashkëshortja të mbështeste? Natyrisht, në bashkëshortja fëmijët vetëm kishin nisë mu rritla, ata ishin në shkollë, shkoshim shkollë së bashku. Ata shkoshim klasën e 4, unë isha në ndjekje shkollë mjekësisë, epidemiologjisë. Por, sidoqoftë, mbështetja familjare është e jashtëzakonshme, është e nevojshme, në minimum mbështetja shpirtërore, sepse kem nevojë, njëri ka nevojë ta përkrahesh. Ndërsa këto ndihmat financiare i sigurohem me punë. Punoja, unë nuk kam ndaluar punën kurrë.
edhe sot me gjithë jam pension, vazhdoj e punua si ligjërues. Por duhet puna të liron, por pa për krajën e familjes, kur gjatë këto nuk do të arritën, dhe duhet të kesh një mbështetje në minimum morale, shpirtërore. Tani na trego sekretin se çfarë të motivon. Ju keni mbajtur në New York pozicione të rëndësishme, jeni dhe pedagog, dhe vazhdoni të punoni, jeni dhe në pension dhe vazhdoni akoma të punoni. Cili është motivi ose çfarë ju motivon kaq shumë në jetë? Unë ndoshta nuk jam aq në moshë, por pensioner jam nga puna që kam punuar për shtetin e New Yorkut. Jam pedagog, jam profesor i jashtëm i epidemiologjisë të shëndetit publik në 2 universitetet në New York. Pastaj kam gjetur një inspirim të ri për të shkruar këto vitet e fundit, kam filluar gjatë Covidit. Ashtu që e plotësoj, bile më thot shoqja ime, thot shpeshherë pse ke dalë në pension, më shumë punon tash se përpara. Do të është një gjë që e mban, jam njëri nga natyrë, jam shumë dua lëvizje, nuk mund rri dot me prit, nuk duhet gjërat të më vi dushko të i marr, të kap vet. Me punë, me angazhim, me çdo gjë, këtë në shkrime. Referuar eksperiencës tuaj, edhe kam nevojë për këndvështrimin tuaj tani. Për sa u përket emigrantëve, qoftë në Amerikë, qoftë në Kanada, mendoni se duhet i kushtojnë më shumë rëndësi arsimit ose profesionit për të çarë në jetë ose për të bërë dikush edhe pse janë larg vendlindjes së tyre? Unë mendoj që edukimi, pavarësisht aplikojnë edukatën në punë e përditshme, është e domosdoshme, sepse një të ofrohet si mundësi e lehtë krahas me ka kemi ardhur, por edukimi, arsimi është një gjë që na liron. Dhe unë mendoj që shpeshherë me keqardhje them këtë, shoh se dominon sa para ban dikush, sa sukses ka një biznes që ka. Ajo shumë në rregull, jemi kemi ardhur për të krijuar, për të bërë, por unë mendoj që angazhimi dhe fokusimi i parë, çdo njeriu që vjen në Amerikë i ri, duhet të ndjekin atë drejtimin edukativ, të arrisin në maksimum ku të kesh qëllimin dhe mundësitë. Pastaj ti ndepet pas biznesit dhe gjithë këtyre tjerë që janë integrim, gërshetim, por besoj që trita duhet të fokusohen shumë më tepër. Mirësisht e them, në Kanada kam informacion që kjo është një dukuri e mirë, që të vazhdojnë edukimin. Dhe nëse kanë filluar në Shqipëri ose në Kosovë, nëse kanë përfunduar disa vite ose kanë përfunduar universitetin, jepi pak sakrificë që ta kompletosh e të gjesh veten aty ku dëshiron, sepse ja vlen. Nëse kthen kokën pas dhe shikojnë gjithë historinë tënde dhe rrugtimin tënd, a mund të themi se ju jeni shembulli pozitiv për treguar se ëndra amerikane ekziston? Një pjesë e librit tim ka të bëjë me ëndrrën amerikane natyrisht, jo me glorifikimin e saj në atë sens se si kom arritë, si kom bërë, por ëndra amerikane është reale, është e vërtet. Unë jam një nga ata të cilët e kom jetuar ëndrrën amerikane, jam krenar, dhe Amerika është unikate, është unike në këtë aspekt, sepse në një vend në botë, është Kanada, nuk e di, ndoshta edhe ajo, por Amerika është unike që t'i ofron këto mundësi që të realizosh ëndrrën. Natyrisht ta ofron shpeshherë nëse kap edhe të merrin. Po duhet, e kam një mik i familjes kur kom ardhur herën e parë në Amerikë, një farë preng gruda, emigrant i hershëm, i qysh kohës pas luftës, më ka thënë një bekim që kur si harroj, më tha, ato ditë e parë që u takova në Michigan, më tha, pashko të marrë Amerika me të mirë. Dhe më thanë, se mund të marrë me të keq, natyrisht. Por unë mendoj që Amerika i ofron, por ti duhesh si person, duhesh të ecësh, të shkosh të marrësh. Mos prit ta japin, po shkoj merre, ëndra është e realizueshme, por duhet përkushtim. Siç e përmenda pak më lart, tash ju jeni edhe një nga zërat aktiv të komunitetit shqiptar në SBA. Ju jeni sekretar në shoqatën Vatra. Çfarë do të thotë ky rol për ju? Unë si
shoh veti si një antar i thjesht i Federatës Panshqiptare Vatra, 114 vjeçare, me një histori të jashtëzakonshme, me një histori që të ban nder, pavarësisht se njerëzit mund të kenë mendime të ndryshme, ajo është një organizatë, një federatë e cila besoj që pa Vatrën, se besoj Shqipëri se do të kishin patur, dhe aq e rëndësishme ka qenë. Dhe unë mendoj që angazhimet e mia si një antar i thjesht, si dhe sekretari i saj, janë që jo vetëm të kultivojmë e të flasim për të kaluarin, se shpeshherë flasim vetëm për historinë e tyre. Unë s'kam shka të shtoj ma për Farnolin, për Konicën. Ata kanë mbetë në histori, e kanë shkruar historinë e vetë, dhe ata janë të përjetshëm. Ne do të fokusohemi ma tepër çka mundemi ne, si kjo gjenerat, të bajmë, që ta çojmë misionin e tyre në vend, por aq më dhe më rëndësishme që t'u japim mundësi gjeneratave që të vinë, që të mburren ata me ne, me këtë gjenerat, sepse edhe ne kemi në këtë kohë, në këtë periudhë një pozicion të rëndësishëm ta luajmë si Vatër për integrimin, për ruajtjen, për jo vetëm si një relik historik që ta vëmë atje në vitrinë dhe ta shikojmë. Dhe kështu e shohun rolin e Vatrës dhe me ato përkushtimet që mundohemi se cili prej nesh, kush ma shumë, kush ma pak, por besoj që Vatra duhet të luajë pikërisht atë rol për cilin është edhe formuar, të jetë një urlidhës mes shqiptarëve të Amerikës ose të Kanada, se ne kemi një dekllë këtu në Toronto, dhe të gjithë botës shqiptare. Dhe kjo lidhje do të jetë mbi jo lidhje politike, se shpeshherë i trajtojmë zjarrat sikur se janë parti politike. Dhe këtu më duket është gabim i madh tek çdo organizatë që nuk është parti politike, që ne si jemi, ta shikojmë Shqipërinë, kur të thëmë për Shqipërinë, jo Shqipërinë geografike, po gjithë Shqipërinë, toka shqiptare, si një vend cilin e lidh me Amerikën, me interesat tona kombëtare të jenë gjithmonë në vijë me interesat e SBA-ve, sepse historikisht ato kanë qenë garantor edhe të pavarësisë sonë, edhe të qenjes sonë, ashtu që duhet ta vazhdojmë këtë dhe besoj që këtë mision do vazhdojmë. Si e shikoni aktualisht rolin e diasporës shqiptare në SBA? Pra, a luan një rol të rëndësishëm qoftë edhe në çështjet kombëtare, po them për shkak? Roli i Mërgatës është i pa kontestueshëm, është jashtëzakonisht i nevojshëm. Me vjen pak keq se nuk ka pas një integrim të duhur të Mërgatës në çështjet në Shqipëri ose në vendlinë në Kosovë, që besoj se janë disa resursa të mrekullueshme që ndoshta mund të përdoren pak ma fuqishëm, ma produktive për zgjerimin e këtyre komunikimeve, zgjerimin e kësaj marrëdhënie, jo vetëm një urlidhëse, po edhe impakt direkt i diasporës, sepse integrimi i shqiptarëve në këtë vend, në Amerikën Veriore, është i dukshëm dhe kontributi i tyre mund të jetë akoma më i vlefshëm edhe në vendlindje, por besoj që shtetet, qeveritë tona, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në vende tjera, duhet të hapin pak zemrën ma tepër diasporës dhe njerëzve të cilët mund të japin, sepse shqiptarët që janë këtu të integruar janë një resurs e jashtëzakonshme për popullin, për shtetet tona dhe besoj që ata duhet të bëjnë ma shumë në këtë drejtim. Çfarë mendoni konkretisht se duhet të bëjnë shtetet tona specifikisht për diasporën? Pra, ne patëm një platformë gjoja për thithjen e trurit përsëri në Shqipëri, por që nuk funksionoi siç duhet. Duke qenë se keni shumë vite që jeni jashtë dhe që merreni po me Vatrën edhe me emigracionin edhe të gjitha këto. Çfarë mendoni konkretisht që të jenë 1, 2, 3 pika që mund të bëhen edhe janë edhe të lehta për të bërë që në një farë mënyre të gjithë ky truri, po them, që është në emigrim të shkojë dhe të jap kontributin në Shqipëri. Se nuk është vetëm çështja tek pagesa, se po flasim për njerëz që tashmë kanë arritur një stabilitet edhe një pjekuri në karrierën e tyre. Unë me çka shohun ekziston një farë ne dhe ata, domethënë ata që janë në Shqipëri, por ne jemi ma patriot, ne jemi ma dashamirës të vendit, ndërsa ata janë larguar dhe su interesant. Unë mendoj që
ata që mund të bajnë qeverit, nuk me pëlqen fort të bajnë qeverit për ne, se s'kan nevoj, për të bajnë për veten. Dhe të bajnë për veten duke integruar trurin shqiptar. Nuk është gjithçka tek pagesa. Unë një njerëz të cilët kishin me kontribu shumë ma shumë edhe pa pagesë, edhe në kohë vullnetare. Por duhet një qasje korekte, një farë letrat, kartat të hapura. Shpeshherë bahen përdorime edhe këto në kur flasim për summite, për këto, bahen një farë photo-up, e cila përdoret nga një grup subjekt specifik për të treguar se çfarë po bajnë. Po kur shikojmë rezultatet, kur shikojmë angazhimet konkrete, nuk ka. Dhe këtu unë mendoj që duhet të bëhet shumë ma shumë, për shembull, ta shikojnë se çfarë bën Izraeli. Të përdorin modelin e Izraelit. Pollet Greqisë, që janë aty komshi tanë, të fqin. Të shikojnë se si ata e modelojnë. Deri diku dhe Kroacia ka bërë këtë shumë. Sepse ato integrojnë shumë ma mirë mërgatën, që është prapë një resource e jashtëzakonshme për botën shqiptare. Aty ndoshta duhet të kaloj pak kohë, janë ato pengesat që ekzistojnë, por unë besoj që kjo në këtë drejtim do të bëhet shumë ma shumë dhe rezultati do të jetë shumë më i favorshëm për gjithë shqiptarinë, pavarësisht tash në Shqipëri apo në diasporë. Pas një karriere të gjatë, të pasur, po them, erdhi periudha e Covidit dhe ju vendosët që të shkruani. Si e morët këtë vendim dhe çfarë do të thotë për ju? Po, unë gjatë Covidit kam qenë jashtëzakonisht aktiv rreth në lamin time dhe në intervista dhe shumë. Dhe më në gjatë gjithë kohës me kapat aspektin pozitiv, me lanë mesazh pozitiv, që është keq, po do kalojmë. Dhe në atë kohë ishim pak më të lirë edhe se ishin ato blokadet për punime dhe kishin shumica prej nesh punojnë nga shtëpia ose mix. Dhe fillova të shkruaja ma tepër, se kisha kohë, po kisha si ëndër diçka të shkruaj, po nuk dija çfarë. Dhe fillova ma fort një farë memoari për të më njohin fëmijët kush janë. Sepse lenë në Amerikë, rrit këtu, të din kush është babi, por jo për mua, por ma fort të din origjinën dhe këto. Dhe ashtu është interesant se kur fillon të shkruash, ndoshta këta është për ata aspirantët ata që dëshirojnë të shkruajnë, kur fillon të hapësh atë boxin e memorjes, e kujtesës, kthehen gjana të cilat nuk ke di se janë aty. I ke pas aty, po si i ke harruar. Kanë kaluar dhe me ato duke hapur, një farë, si çka gjeta. Dhe sikur se një lurat. Dhe ashtu e bana, shkrova natyrisht në anglisht, edhe pas që u botua në gjuhën angleze, e përkthyem me vlla Nikolën në Shqip, ja lam përmes disa lidhjeve tona shkojnë në dorë Bujar Hudrit dhe ata natyrisht e pëlqyen pa mas, e përpunuan ma mirë në gjuhën shqipe, sepse shqipja jonë pak. Dhe është doli porosia Kullës. Dhe kjo është një gjatë që prap nuk është një glorifikim, është me marë, por nuk flasë për mua, nuk flasë për shumë pak ma fortësin kalimti, por ma tepër për të kaluar dhe për ato që ka... Po, dhe të kjo e kaluara, porosia e Kullës është si një tip autobiografie, po them. Dhe ju u jeni kthyer plagëve të së shkuarës. Sa e dhimbshme ka qenë kjo për ju, apo ka qenë si një tip terapie? Ka qenë kombinim i terapie dhe dhimbsh për së bashku, një bundle. Unë me thënë se kom qaj 500 herë duke shkruar librin, ndoshta nuk raj. Shumë, dhe me thënë vjen emocione, por nëse shkruan diçka nuk e njën në zemër, atër mos shkruaj, nuk ka vlerë. Pse zgjodhët pikërisht këtë titull, Porosia e Kullës? Porosia ka të bëjë prapë me, se në anglisht e ka një titull krejt ndryshën nga ky, sepse duke shikuar ajo pjesa që dosha unë ta prekin për audiencën shqiptare, ishte ajo mesazhi lidhja me të kaluarën. Dhe lidhi me vrasjen e Zyshit, kur vritet nga komunistët Jugoslavë në vitin 45, ne rrethojnë Kullën, shtëpinë tonë, se ishte në Kullë, një shtëpi modeste, dhe bëhet një debat aty në atë Kullë,
debate malla, atë luftojmë, sepse ishte gjyshit e babai 4 djelëve, burrave, ishin gjithë të rritën. Dhe mund të rezistoheshin, kishin pak arë, mund të rezistohen një orë, një gjysore, do vdisnin të gjithë, do knonim këngë, tash i për ta, por s'do t'isha unë. Por arsye edhe mesazhi i gjyshit ishte i qartë, që s'ka rezistencë, sepse për kullën do t'jetohet. Dhe dorëzohet të karmisht për ta vrarë, dhe për që mos t'i damtojnë familje, sepse për kullën jetohet. Dhe ne që kemë mbet, e shoh si obligim ndaj asaj kulle të shkruajmë që t'jetoja e kullë. Edhe pikërisht është porosia e asaj kulle. Dhe ju vazhdoni me librin Brenga dhe duket se emocionet vazhdojnë edhe aty emocionet e emigrimit. Çfarë do të thotë konkretisht Brenga për Pashkot Samaj? Cekën më parë fajin në librin e... Fajin në kontekstin moral, se jo... Po, natyrisht. Ceka parë në librin e parë trajtoj fajin tim, që e këmë ba unë ndaj vendit tim që më larguar. Ndërsa në Brengën e trajtoj fajin e tjetrit. Janë 2 fajtorë, prap fajtorë në këto njëza. Njeri ik nga Shqipëria, pas fitores e komunizmit, pas të merrit të komunizmit të viteve 25-50, dhe Brenga është sepse ikja ti, liria ti, ishte burgu lëtmeri tjetrit. Një gjatë që është përsërit shumë në Shqipëri, dhe unë e përshkruaj janë 2 personazhe, njëri është real, është Lëso Gjalla, 92 vjeçar, që ik me familjen nga Puka, nga Ibalja, del në Kosovë, në Kroaci, në Itali, marrë në Amerikë. Llai rrugtimit është jashtëzakonisht një odise e veçantë. Dhe unë krahas e kam Markun. Marku është shoku i fëminisë i Toninit, të cilët në romanin tim, një komisar i partisë i shën një natë para se ik Tonini, se Tonini nuk beson t'i tregoj Markut, nuk mund t'i thonë hajde me ne, sepse friksohet se mos t'i tregoj dikuj, dhe ishte ajo që edhe murit flasin. Dhe ai largohet, dhe Marku metet. Komisari Memo thotë Marku ishte shoku i Toninit. Marku përndjeket, shkon në burg 28 vjetë në Borel, në Spaç, vuën. Brenga është e Markut, sepse në momentet e vështira e urren Toninin. Në momentet kur rranin në për Spaç, në burg, e lanë pa ushqye, e urren Toninin, sepse u panë me Toninin dhe ky vujti. Por Brenga e Markut është se urren vetëm pse urren Toninin. Dërsa Tonini e ka të Brengën se pse pata nevoj mu taku unë me Markun atë natë pikrisht dhe vuën në Amerikë. Dhe libri im e bandat rrethin, se kam dëshirë që të mund rrethin, sepse te 2 kanë nevoj për të rekonciliohen, kanë nevoj për falje, sepse libri nuk është për hakmarrje. Disa kanë menuar se po flas, unë flas në terma jo apologetike ndaj komunizmit. Nuk ja fshehi të merren që ka shkaktuar Shqipëri. Por nuk është libër për një hakmarrje ndaj atyre që janë sot, për shembull, ndoshta i njohim ose por nevoja shpirtërore e njeriut që të falë, ajo ndoshta biblike, që edhe nëse të bjen ktheja faqen, në veçanti kur të bjen i veti. Dhe Tonini e Marku kanë nevojë të bahen së bashku. Dhe bahen së bashku në fillimin në vitet e fundit të komunizmit, dhe viteve 89-90, Toninin e çoi në Tiranë, pikërisht në Iballa, ku takohet me Markun, që kishte kaluar 28 vjet në burg. Dhe këta bahen së bashku. Duhet të lexoni pastaj librin, por kjo është Brenga të dyve. Siç e thatë, ju trajtoni edhe torturat e Spaçit, aty të merrin në Spaç, të merrin kolektiv që kanë përjetuar shqiptarët gjatë komunizmit në Spaç. Pse mendoni ose pse ndjet të rëndësishëm që të përmendnit Spaçin? Ndoshta duhet që brezat e ardhshëm ta dinë dhe mos të ngelet në harres. A mendoni se ne kemi folur mjaftueshëm për ato tortura që kanë përjetuar njerëzit tanë gjatë diktaturës? Pikërisht për ata që unë bile disa më thonë si ke pas guxim të shkruash për Spaçin, kur s'ke qenë kur në Spaç. Por natyrisht njerëzit mund të shkruajnë për Hanën pas janë kur në Hanë, se shohin. Por unë pikrisht për këtë, sepse unë duke folë me Tonini, që është njeri real, dhe familjarët e tij që kanë vujt
të afërmit e tij që kanë vujt në kampet e Spaçit e të Burrelit. Unë dhe si antar i Vatrës kom pas rast, ndoshta edhe fat, të kaloj shumë kohë me njerëz të cilët kanë vujt ose janë nga brezit njerëz të përskutuar që janë le rrit në Spaç ose në Burrel ose në kampet e ndryshme, po i përmend me emra tani sepse po ma prishin qetësinë. Por është e rastësishme pikërisht ajo që historia pra nuk është libri për hakmarrje, nuk është libri për të hakmarrë dikujt dhe për të vendosur, por është e rëndësishme që ta dimë të vërtetën, sepse një histori që nuk dihet përsëritet. Dhe ne si kom duhet ta dimë dhe në fundit besoj që është e rëndësishme që dikush të thonë më fal. Dikush në emër të dikujt të thonë na falni, është kem kat, kem gabuar, kem bë damet pa nevojshme, kem vrarë, kem prej, kem bën gjitha këto të mira që i kem përshkruar. Ishte kanë mirë dikush të thonë më fal. Ajo fjalë ka domethënë se sepse kanë kaluar këtë edhe kombe tjera. Di farë rekoncilimi që fillon nga ajo mia colpa, çka është faji im. Për ata dhe ndoshta ajo faj, si fajt, por si e trajtojmë në mënyrë individuale apo shoqërore. Ne si shoqëri se kem kërkuar faljen kurrë ndaj atyre. Çfarë pat Marku, vetëm se ishte një djalë i ri, ishte mik i Toninit, Marku natyrisht imi, që kam kriju, por sa marka ka pas. Disa zgjidhje banë para thanjen e librit, dhe më thot Pashko, kur e kom lexuar, Marku jam unë, ti ke shkruar për mua, unë isha ai Marku. Dhe sa visara, sa kemi patur në Shqipëri, për këtë do të flasim. Në dy librat e tu ke personazhe fiction, por ke edhe autobiografi. Sa personazhe prej tyre kanë qenë fiction edhe sa autobiografi dhe si janë pritur nga lexuesi? Në porosin, në librin e parë në është real, njerëzit me gjithë kam ndryshuar pak emrat aty këtu përmëruar nga privatësinë e disave, por këtu është gjysa e librit, pothuajse 50% e librit është realitet, është true story, ndërsa pjesa tjetër është fiction, krijesa imja, por e krijuar eksakt në shumë histori të llimshme të shqiptarëve. Pra unë nëse flas për një mark që vuajnë në Burrel në Spaç, mund ta lexoni librin e Adzef Plumit e shumë tjerë, por unë nuk kam pa literaturë që merret me këtë temë shumë në Shqipëri dhe pikërisht në pyetjen tonë më parë, është e nevojshme të shkruajmë këto. Është e nevojshme të vënë në letër sepse po shkruan ato mesin anekdota, mesin a kanë vërtet asa kanë vërtet. Dhe duhet të shkruan, duhet veçanti ata që e kanë jetuar këto t'i shkruajnë. Jo si hakmarrje, por si një balancimi i realitetit të hillshëm ashtu si ka qenë, që njerëzit të mësojnë, sepse historia është për të mësuar. Dhe kjo ishte një realitet i hillur për ne, por realitet i yni, i kurkujt tjetër, por i joni. Dhe e vërteta sa do e hidhur të jetë duhet thënë edhe duhet pranuar, sepse aty fillon edhe shërimi më pas. Shërimi nuk fillon pa një farë tregimit të së vërtetës, nuk mund të shërohemi. A jeni duke punuar për librin tuaj të tretë? Çfarë jeni duke bërë? Shumë pak. Edhe aty prapë me fajin, por nuk e di pse, nuk e di çfarë më shtyn, por është një libër që është pak tragjik, por mundohem me gjetë atë prap aspektin shpirtëror. Do ta lëm për një bisedë tjetër, por jam duke punuar edhe në librin e tretë. Çfarë të donit që të mbetej si porosia juaj për brezat e rinj? Për ju mbeti porosia e kullës nga gjyshi, ju çfarë të donit që të linit për brezat e rinj? Po, shikoni për gjenerata që vinë, këto i shkruaj për ta, që ta mësojnë, që unë në panajër që ishëm këtu në Toronto, takova shumë lexues dhe takova gjeneratë të cilët ose kishin ardhur si fëmijë në Amerikë, ose kishin lindur në Kanada, dhe njohin aksen me njerëz që nuk janë të Shqipërisë të lindën, por u intereson të dinë për vendin e vetë, për tokën, për të kaluarën e vetë. Dhe librat e kësaj forme, këtij stilit, ju tregojnë pa jo me një histori që është një narrativ që ndoshta është e lodhshme për ta. Historia nëse u tregohet si në një formë si film, si story, është shumë më e kapshme për ta.
Sepse unë mund të them lexoj librin e Historia e Shqipërisë, e shkruan nga ky autor, ata lexojnë 2-3 faqe dhe nuk kanë interes, nuk mund. Unë me librin tim të dy, nëse i lexon, ka mjaft histori, por jo histori në atë mënyrë sikur se shkruhet historia, por unë përmes ato gjërat si tregim që mesin. Dhe kjo është mënyra që unë besoj se historia do të kalohet këtyre brazave dhe kjo është porosia e ime ndaj tyre që t'i lexojnë dhe t'i shohin sikur se ta shohin një film, se ashtu ju mbetet. Përndryshe nuk e di se sa interes ka dikush ta marrë një fëmijë lindur Rio të lexojnë historinë e Shqipërisë shkruar nga Ernesto Kozi, kushdo tjetër që ka shkruar. Ku mund t'i gjejnë librat tuaj? Librat tonë, të thonë me kënaqësi më të madhe, në SBA, me shpresë edhe në Kanada me shpejti, përmes Amazonit të librit shqip, që është alblibris.al. Aty me 2-3 klikime merrni librin tim, librat më të mirë të letërsisë shqiptare, Kadare, Camaj, gjithë autorët e Meksi, Marko, të gjithë autorët bashkohor, të parakohor, të gjithë librat më cilësor që ne, si Alblibris, e kemi themeluar me Bujar Hudrin, së bashku, si partneritet, dëshirojmë që t'ja bijmë librin shqiptar lexuesit në Amerikë shqip. Janë domethënë librat e literaturë shqiptare, por edhe literaturë e huaj për këtyre lexuesve shqipe, që është një inovacion, një diçka e re, dhe me shpresë që ata që dëshirojnë ta lexojnë librin shqip, vetëm me 2-3 klikime në Alblibris, ju vjen libri për 3-4 ditë, me çmime mjaft pothuajse sikurse në Shqipëri, me ndoshta ndryshim 10-20% më shumë për kostën e transportit, por kjo është një mundësi që u jepet lexuesve ta në Amerikë, me shpresë në Kanada së shpejti, që me 2-3 klikime ju vjen libri Ismail Kadares, ose i Gjergj Fishtës, ose i Martin Camaj, ta shëllajimi në Dhe i Pashkët Camaj. Dhe Pashkët Camaj. Dhe në fund, duke qenë se të pash shumë herë gjatë intervistës që u preke, a është shuar ndonjëherë brenga e emigrimit brenda teje? Jo, nuk shuhet kurrë. Nuk shuhet. Nuk shuhet. Një mesazh të fundit për të gjithë emigrantët shqiptar. Edhe para se të japësh këtë mesazhin, më thuaj, çfarë ke më shumë breng? Do doje që të shkoje ta rindërtoje kullën tënde aty në Tuzë, në Malë të Zi? Çfarë ka ndodhur me trojet aty? Po ne kemi shtëpinë atje, por unë besoj që kullën... Shtëpinë e bëjnë njerëzit në fakt. Unë e kam ndërtuar kullën këtu. Kjo është kulla ime. Dhe kjo kullë do të jetë sa të ketë lexues shqiptar. Dhe kjo është kulla ime për ta, edhe për mua. Mesazhi është që beson vetin, puno, angazho, deri në fund kur mos ndalo, sepse qielli të pret, sky is the limit, që thonë në Amerikë. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe ju teleshikues, ju lë takim të premten tjetër në orën 20, po deri atëherë na ndiqni në rrjetet tona sociale, mos harroni. Mirupafshim.